Sali Berisha injoroi sërish thirrjet e protestuesve që prej 14 ditësh nga bulevardi kërkojnë edhe ndëshkimin e tij, njëjtë si për kryeministrin Edi Rama. Por Ramos i kërkon që t'i dëgjojë thirrjet në bulevard, teksa reagoi mbi deklaratat e shefit të qeverisë se protestat do të kenë efekt në numrin e turistëve. I jep dorëheqjen që të vinë turistët me qenë se ti e shtrovën çështje kryesore. Berisha këmbgul se nuk ka forca të huaja që ndërhyjnë në protestë, por shqiptar që nuk jetojnë këtu, pasi u detyruan të largohen. Në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre dhe ata përjetojnë me dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzarë nga Shqipëria si me platformën e Vasor Çubrulloviçit 2 herë më shumë se sa serbët në Kosovë, duke përzarë vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Vetë Kryedemokrati i kalon pezull protestat e tij të kilometrit të fundit për rrëzimin e Edi Ramos, duke shpresuar të realizojë përmes protestës atë çka nuk ka mundur të arrijë vetë prej vitesh, dorëshjen e Ramos dhe qeverinë teknike. Berisha i ka kërkuar të vetëve që t'i bashkohen manifestimeve të përditshme në bulevard.